Si të dukeni 20 vite më të rinj, 7 këshilla sipas ekspertëve kinez. Kina është një depo e mençurisë dhe sekreteve që mund t'ju ndihmojë të jetoni gjatë, por edhe të shëndetshëm. Ndonjëherë vetëm flokët gri mund të jenë një aluzion i moshës reale, sigurisht. Kozmetika e mirë mund t'ju ndihmojë për t'ju bërë të dukeni më të rinj, por është e rëndësishme të mbështesni trupin tuaj edhe nga brenda. Një ditë në javë të jetë vegane. Kinezët shpesh na mahnisin me mënyrën se si arrin të qëndrojnë dhe të duken shumë të rinj. Aktoria Zhu Xing, në moshën 53 vjeç, duket sikur nuk është më shumë se 30. Patjetër që kinezët kanë disa sekrete. Mjekësia tradicionale kineze sugjeron se një nga gjërat më të rëndësishme për bukurinë dhe rininë është detoksifikimi. Përveç ngrënies ushqimit freskët dhe shmangjes së zakoneve të këqija, ajo thotë se të paktën një ditë në javë duhet të jetë vegane dhe mund të jetë shumë e dobishme për ju. Mos shtoni krip në oriz. Kripa mund të jetë një faktor kyç në reaksionet imune alergjike, thon studiuesit. Një gjë e tillë e vogël si ulja e marrjes së natriumit mund të ngadalsoj plakjen. Kinezët nuk hedhin krip gjatë gatimit të orizit. Pini çaj me gjethe zambakuj. Çaji me gjethe lotus mund të shërbehet si çaj i ftohtë dhe i nxehtë. Ka shumë përfitime si nxitja e urinimit, humbja e peshës dhe ndihma për problemet e stomakut. Rekomandohet veçanërisht për ata që shtojnë peshë nga ngrënia e ushqimeve të yndyrshme. Specialistët sugjerojnë të pini 3 deri 4 filxhan çaj me gjethe zambak uji në ditë me stomakun mbosh. Praktikoni tai chi. Ekspertët thonë se tai chi mund të ulë stresin, ankthin dhe depresionin dhe të rrisë energjinë, qëndrueshmërinë dhe fleksibilitetin. Mund të jetë një zëvendësim i mirë për jogën, sepse është gjithashtu i ndërgjegjshëm. Mjaftojnë vetëm 10 minuta në ditë për të përfituar nga tai chi. Përdorni një maskë për fytyrën me fasule. Nëse nuk e keni dëgjuar kur për dobinë e fasules mungit, këtu është një sekret tjetër i lashtë kinez. Thjesht grini derisa të bluhen mirë dhe të krijohet një lloj paste dhe aplikojeni atë në fytyrën në lëkurën tuaj. Është shumë i dobishëm në shërimin e akneve dhe fryrjes. Aplikoni një maskë me shafran të Indis. Një maskë më efektive është shafrani indis. Mund të ndihmojë në trajtimin e disa sëmundjeve të lëkurës në fytyrë. Mund ta blini në farmaci ose ta bëni vetë një maskë duke shtuar kos ose mjalt. Konsultoni me mjekun tuaj për të shmangur alergjit dhe acarimet. Hani kërpudha në kin. Ata shtojnë kërpudha në shumë pjata, por nuk janë vetëm kërpudha të shishme, por edhe shumë terapeutike në mjekësinë tradicionale kineze. Ato përmbajnë komponime unike që janë efektive kundër viruseve. Ndër kërpudhat më të mira për shëndetin e njeriut janë kërpudhat e kashtës, shiitake, tartufi dhe kërpudhat e qumshtit.